ABC News, jemi së bashku tashmë në hapësirën Shqipëria Sot, ku do të shohim zhvillimet më kryesore. Paketa e maleve nuk do të anulojë, kështu deklaroi kryeministri Edi Rama, i cili thotë se kjo nismë synon të jap mundësi pronarëve në zonat malore që ta kthejnë pronën e tyre në burim zhvillimi dhe mirëqenie. Sipas Ramës, ekonomia e maleve do të jetë një nga drejtimet e reja të turizmit, duke krahasuar këtë model me fshatrat turistik të Zvicrës. Paketa e maleve është një politik për njerëzit. Është një politik për të drejtën e pronës. Është një politik për të drejtën e zhvillimit të pronës. Është një politik që i shkon për shtatë. Të gjithë atyre që për shumë e shumë vite nuk kanë mundur dot ta kthejnë pronën e tyre në një aset financiar, ta kthejnë në një titull mbi cilin të shkojnë në një bank, ta kthejnë në një mundësi për të vendosur një kolateral dhe për të zhvilluar më tutje, e të tjera, e tjera, e tjera. Tani, çfarë do me thënë të anullohet paketa e maleve? Do me thënë, shkurt dhe thjesht, që të gjithë këta njerëz, dhe gjithë kjo kategori njerëzish të mbeten në limbo, të mbeten pezull. Pse? Sepse disave, që thash malet i shojnë nga qyteti, se unë nuk kam parë në një komunitet nga këta që preken për shkak se nuk e kanë këtë paket, që çohet dhe thot kjo paketa po vjen, po na merr tokat, po na merr pronat, po na zhvesh nga dheu, etj, etj. Nuk janë ata që thonë këtë, ata mezi e presin. Këtu janë kushtet kur mijëra emigrant kanë shprehur interes, sepse duan të investojnë, sepse kanë kuptuar që turizmi në Shqipëri është një histori ekonomike shumë domethënëse, që do të shkojë duke bërë gjithmonë më domethënëse për ata që do të investojnë si duhet dhe që do të investojnë në eksperiencë, në përvojë, në eksperiencën dhe në përvojën e Shqipërisë, që është më thellë se sa qyteti. 3 të rinj janë plagosur në Elbasan nga një person i cili i qelloi me pistolet. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e dielshme në verandën e një lokali. Njëri nga të plagosurit është edhe kamarieri 19 vjeçar. Në ambientet e brendshme të lokalit ndodhi një punonjës i policisë i cili tentoi të arrestonte autorin, por ai arriti të largohej. 3 të rinj kanë mbetur të plagosur si pasojë të shtënave marrë në zjarri në një lokal mbrëmjen e së hënës në lagjen vullnetari të Elbasanit. Autori ende i pa identifikuar qelloi me pistolet ndërsa objektivat e tij po qëndronin në verandë. Ngjarja ndodhi rreth orës 20:30. Të plagosur mbetën 2 klientët Armand Tomorica, 32 vjeç, Renaldo Mançe, 31 vjeç dhe kamarieri Bjorgi Hoxha, 19 vjeç. Të 3 të rinj u transportuan në spital ku sipas informacioneve të marra ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në momentin e sulmit brenda lokalit ndodhe një oficer policie jashtë shërbimit, i cili sapo dëgjoi të shtëna doli menjëherë dhe u vu në ndjekje të autorit. Gjatë largimit, ky i fundit hodhi armën e zjarrit, por arriti të humbte gjurmët në thellësi të lagjes vullnetari. Në vend ngjarje janë gjetur dhe sekuestruar 6 gëzhoja, ndërsa arma e përdorur në ngjarje do t'i nënshtrohet ekspertizës. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vjon veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e autorëve, ndërsa forca të shumta policie mbeten të angazhuara në terren për kapjen e tij. Do t'jemi në këto momente me kolegin Edisona Skënderi për të marrë të tjera detaje sa i përket kësaj ngjarje. Për çfarë janë konfliktuar të rinjt, Edisona? Çfarë ka ndodhur? Çfarë është zbuluar edhe nga marrja në pyetje të plagosurve? Përshëndetje Fabiola, deri në këtë moment sipas informacioneve paraprake dyshohet se një konflikt banal mes 3 personave, të paktën sipas informacioneve paraprake dhe dëshmive paraprake që kanë dhënë 2 shtetasit Armand Tomorica dhe Renaldo Mançe pranë efektivëve blu të Elbasan. Mendohet pikërisht ka qenë një konflikt banal mes tyre dhe një shtetasi tjetër, të cilët ata ende nuk e kanë identifikuar, pasi personi i cili ka qelluar në drejtim të tyre ka qenë i maskuar. Por sipas informacioneve që këta 2 shtetas i kanë dhënë
efektivëve të policisë, ata janë shprehur se pak ditë më parë kam pasur një konflikt me një person, por që mbetet ende për të konfirmuar. Fatikisht personi i cili kreu plagosjen e trefisht në mbrëmjen e kaluar ka qenë imbuluar me maskë dhe është bërë e vështirë identifikimi dhe saktësimi i identitetit të tij. Ndaj policia e Elbasanit edhe në momentet që jemi duke raportuar, është duke zhvilluar kërkime në të gjithë Elbasanin, duke përqendruar dhe fokusuar kryesisht në zonën ku autori i plagosjes së trefisht u largua gjatë mbrëmjes së kaluar. Gjithashtu janë marrë dëshmitë e para edhe nga qytetarët të cilët banojnë në këtë zonë, por që dhe janë ndodhur në momentin kur ndodhi plagosja e trefisht, janë ndodhur pikërisht në ambientet e lokalit, pasi në brendësitë të lokalit ka pasur edhe klientë të tjerë të cilët kanë qenë duke kaluar orët e mbrëmjes, mes të cilëve, siç e përmendët edhe ju, edhe një efektiv i policisë së Elbasanit, i cili nuk ka qenë në detyrë në momentin kur ndodhi ngjarja, por që menjëherë sapo ka parë që ndodhi ngjarja rëndë jashtë ambienteve të lokalit, është vënë në ndjekje të autorit, të cilin e ka ndjekur në fakt për disa metra, por për shkak të errësirës dhe lagjes së banuar në të cilën ndodhi ngjarja, autori ka mundur që të largohet pa u identifikuar më parë nga policia e Elbasanit. E mundur është bërë gjetja e armës e cila u hodh nga autori i plagosjes dhe që fal efektivit të policisë është bërë e mundur gjetja e armës që u përdor për të qelluar në drejtim të 3 personave. Kujtojmë që njëri prej të plagosurve, 19 vjeçari identifikuar si Bjorgi Hoxha, ishte punonjës i lokalit dhe dyshohet se ai ka mbetur aksidentalisht i plagosur si pasojë të shtënave nga provat e grumbulluara të paktën sa i takon gëzhojave në vendin e ngjarjes. Policia e Elbasanit gjeti rreth 6 gëzhoja, të cilat janë shtënë nga arma tip pistolet që u përdor për këtë ngjarje të rëndë kriminale dhe që kamarieri 19 vjeçari pra dyshohet se ka mbetur aksidentalisht dhe nuk ka qenë ai shënjestra e autorit. Deri në këtë moment të paktën mbetet pista kryesore se shkak ka qenë konflikti më parshëm që autori i ngjarjes ka pasur pikërisht me Armand Tomorit, 32 vjeç, dhe shtetasin tjetër Renaldo Mance, 31 vjeç, por që prokuroria e Elbasanit tashmë po heton për zbardhjen e plotës së ngjarjes. E kuptoj. Mirë, faleminderit Edisona për informacion që përcolle. Ne do ndalim në këto momente në një lajm të fundit, do të flasim në fakt për një konflikt që ka ndodhur në një lokal në Golem. Janë arrestuar në fakt 2 persona në mos gaboj. Do të jemi në këto momente me kolegun Leonida Musa për të marrë detajet. Theksojmë këtu që janë përfshirë në fakt edhe pushues turq. Por çfarë ka ndodhur? Leonida? Çfarë ka ndodhur? Përshëndetje Fabiora, në fakt mbrëmjen e dieshme në zonën e Golemit në qytetin e Durrësit, në një prej resorteve më të njohura të vijës së bregdetare të Adriatikut, ka ndodhur një konflikt mes disa pushuesve shtetas turqi dhe personelit të resortit pra. Shtetasit turqi kanë qenë 5 persona, të cilët ishin duke konsumuar në lokal për gjatë orëve të mbrëmjes. Situata ka dalë jashtë kontrollit pasi këta të fundit ka qenë duke konsumuar pak më tepër alkool se sa duhej dhe kishin nisur që të bënin të prishin qetësinë publike. Në këtë moment kanë ndërhyrë edhe personat të cilët ishin pjesë e personelit të hotelit, duke filluar që nga menaxheri i resortit deri tek punonjësit i çadrave, të cilët fillimisht kanë filluar të debatojnë me tonet të ulta, më pas situata ka degraduar deri në përdorimin e sendeve të forta. Përpasoj janë arrestuar 2 persona, menaxheri i resortit shtetasi David Kondo dhe shtetasi Eulert Qose, të cilët akuzohen për plagosje të lehtë me dashje, pasi kanë goditur shtetasit turq me mjetet dhe sendet të forta. Ndërkohë 2 persona të tjerë, po personel i resortit, janë ndiqen në gjendje të lirë, pasi edhe këta kanë marrë pjesë në konfliktin masiv që ka shpërthyer pikërisht në ambientet e jashtme të resortit, ku dhe shtetasit turq ishin duke konsumuar darkën e tyre.
A ka qenë shtesësit turk ka qenë familje? Jo, ishin grup shoqëror. Në fakt, sipas burimeve nga grupi i jetimit, ishin 5 persona pjesë e një ambienti shoqëror me njëri tjetrin. Kishin disa ditë që qëndronin në qytetin e Durrësit dhe konkretisht në një prej hoteleve të zonës aty pranë ku dhe ka ndodhur ngjarja, darkën po e konsumonin pikërisht në ambientet e këtij resorti, që për arsye reklamën nuk është se po e... Jo, pak rëndësi ka në këto momente, sepse në më shumë na intereson konflikti se çfarë ka ndodhur, se kujtojmë këtu që jemi dhe në pikun e sezonit turistik, ndërkohë që flasim për pushues të huaj dhe kjo padyshim që nuk është një panoramë e bukur që transmetohet apo jo. Prandaj dhe policia e Durrësit ka marrë menjëherë masa në kohë rekord, duke arrestuar 2 prej tyre dhe 2 prej të cilëve i ka në hetim në gjendje të lirë, me qëllim që të jepet një mesazh mbi të gjitha që turistët janë të parët. E kuptoj. Mirë, Leonida, faleminderit për këtë raportim dhe për informacionet që përcolle. Një tjetër lajm i fundit do të jetë në këto momente. Do të jemi me kolegen Alketa Shaba, pasi është shtyrë në fakt seanca paraprake në gjykatën e posaçme për kryebashkiakun e Kolonjës Erion Isaj dhe 14 zyrtarë të tjerë të bashkisë dhe autoritetit rrugor shqiptar. Do të jemi me kolegen për të marrë arsyet e këtij vendimi. Alketa, pse nuk u zhvillua seanca? Të përshëndes Fabiola, sapo ka përfunduar në fakt seanca në gjykatën e posaçme antikorrupsion në ngarkim të kryebashkiakut të Kolonjës Erion Isaj dhe 14 zyrtarëve të tjerë të cilat janë marrë të pandehur nga prokuria posaçme antikorrupsion. Në fakt seanca e parë paraprakë dështoi të zhvillohej në shkallën e parë të gjyqësorit për shkak se palët në këtë proces të pandehurit nuk kishin njoftuar në formën e duhur nga ana e gjykatës posaçme antikorrupsion, nuk kishin marrë flet njoftimet përkatëse për të marrë pjesë në seancën gjyqësore ditës së sotme, çka është çoi dhe në shtyrën e kësaj seance gjyqësore. Këtë qendrim të paktën mbajti prokurori i çështjes në kërkesë e cila në fakt u miratua edhe nga ana e GKK-s, ndërkohë që seanca e radhës u caktuar në 9 shtator, ku do të zhvillohet tashmë në 9 shtator seanca e parë paraprake për të parë se çfarë qëndrimi do të mbajë gjykata e posaçme antikorrupsion mbi kërkesën e SPAK-ut për të kaluar për gjykim çështën e ngarkimit të Erion Isaj dhe disa zyrtarëve të tjerë, të cilët dyshohen nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion se ata kanë kryer vepra penale të shkeljes së barazisë në tendra dhe të shpërdorimit të detyrës. Është një hetim i cili është kryer për një kohë të gjatë në fakt nga struktura e posaçme antikorrupsion që bën fjalë për lidhur me 3 procedurat prokurime të cilat janë kryer në vitin 2020, të cilat kapin vlerën totale 30 milion euro. Prokuria posaçme antikorrupsion thotë se këta persona në bashkëpunim patjetër edhe me kryetarin e Bashkisë së Kolonjës kanë shpërdoruar detyrën dhe kanë shkelur barazinë në tendra, ndërkohë që këto janë 2 akuzat të paktën që ka ngritur prokuria posaçme antikorrupsion deri në momentin që u hetua çështja ndaj këtyre personave. Për Erion Isaj, Fabiola, në fakt janë disa persona të tjerë që janë marrë të pandehur nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, me tyre dhe Eliona Mydyni, e cila është ish zëvendës kryetare e Bashkisë Kolonjë, Rion Cenko, Angel Diner, Mal Zylo, është Armand Tafili, Muharrem Tartari, Shpëtim Liço, Ergyz Verde, Realte Lezi, Genti Raça, Donik Sheu, Klarita Konomi, Nikolaj Mihali dhe Erdit Saldillari janë këta persona që kanë zbritur për gjykim. Megjithatë do të jetë gjykata e posaçme antikorrupsion ajo e cila do të vendos në 9 shtator se çfarë do të bëjë në rast se do të pranojë kërkesën e SPAK-ut, në rast se do të rikthej edhe një herë pranë strukturës posaçme antikorrupsion për të plotësuar hetimet të munguara, apo në rast se do të pushohet çështja në ngarkim të gjithë personave pasi mund të gjenden po themi të pafajshëm nga ana e gjykatës, apo mund të ketë po themi prova jo të mjaftueshme që janë zbritur në gjykim nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion. E kuptoj. Mirë, faleminderit Alketa për këtë raportim. Vjoj mëtej, një 86 vjeçari dha fund jetës së tij tragjikisht në Korçë duke u vetë djegur në makinë. Viktima Irakli Çinoku u gjet në sedilin e parë të pasagjerit, ndërsa hetuesit kanë gjetur edhe një shënim ku shkruante se ndije fajtor ndaj familjes së tij, gjendje e rënduar psikologjike, detyroi të moshuarin të ndërmerte këtë akt fatal. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e të martës në lagjen numër 10 të qytetit të Korçës. Rreth orës 8:40, një automjet tip Benz është përfshirë nga flakët. Në vendngjarje mbërritën menjëherë shërbimet e policisë dhe forcat zjarfikse, të cilat pas shuarjes së zjarrit konstatuan se në sediljen e parë të pasagjerit ndodhej pa shenja jete një 66 vjeçar. Viktima është identifikuar si Irakli Çinoku. Njeri më të rregullt nuk bën. Në një konflikt, në një nuk di unë të këta. Shmi shumë i rregull, kritikoj. Me tëra të pasurira, me të konflikte gjëra të tilla s'ka. Me kë jeton të?
Me gruan, me vjollët. Dënësit familjes nuk janë. Pensionistit që nuk punën. Sa fëmijë kishte, ku i kishte? Një në Angli, një ka në Greqi doktor. Burime nga grupi hetimor thonë se pranë vendit të ngjarjes është gjetur dhe një shënim i lënë prej tij, ku shkruhej: "Ndihem fajtor ndaj jush." Nga veprimet e para hetimore dyshohet se 66 vjeçari mund të jetë vetdjegur brenda automjetit, megjithatë shkaku dhe rrethanat e plota të ngjarjes mbeten ende në hetim. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën në vend ngjarje për të dokumentuar të gjitha rrethanat dhe për të përcaktuar shkakun e saktë të kësaj ngjarje tragjike. Një 57 vjeçar në Progonat është vënë në pranga për kultivim kanabisi. Policia zbuloi se në thellësi të kanjoneve Ilir Muçi kishte mbjellë në vazo 175 bimë të cilat u asgjësuan. Policia e Gjirokastrës thotë se kontrollet anti-kanabis vijojnë në të gjithë territorin e qarkut. Parlamenti është blokuar sërish nga Partia Demokratike, rikthyer në kuvend pas një bojkoti disa ditor. Deputetët e saj bllokuan sërish foltoren dhe votimin e disa rezolutave, dy prej të cilave lidhen direkt me procesin e antarësimit të Auland Balla u dha afat deri në seancën tjetër dhe këshilloi demokratët që votën pro Brukselit mos ta shohin si tradhti politike, por si një detyrë kombëtare. Pika e parë, fillojmë me Brukseli duket afër, por Tirana mbetet larg. Qeveria shtyn para për Europën dhe drejtësinë. Opozita u rikthye për të penguar e bllokuar si integrimin edhe SPAK-un. Këtë të në kuvend u prezantua raporti i Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian. Bashkëkryetari socialist Auland Balla ftoi opozitën të bashkohet procesit në hapat e fundit të mbylljes së negociatave. Sepse integrimi evropian nuk është projekti një qeverie, apo edhe vetëm një shumicë parlamentare, është projekti kombëtar i shqiptarëve, dhe kjo ka qenë qasja jonë. Gjithmonë të mirëpritur kontributi i çdo deputeti në këtë sallë, edhe atyre të opozitës, dhe mezi pres, ndoshta më datë 23, pas ndërprerjes së kësaj faze të shkurtër të bojkotit tuaj parlamentar, të keni mundësinë të votoni një numër të konsiderueshëm ligjes që janë pjesë e punës që Shqipëria duhet bëjë, pas një viti pothuajse, pas 2 sesionesh parlamentare. Mendoj që ka ardhur koha që opozita parlamentare të votojë një ligj të vetëm që lidhet me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Raporti i vitit 2025 rezulton pozitiv për punën e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, ndonse aty Partia Socialiste ka punuar vetëm pasi opozita e ka bojkotuar me kohë. Balla ftoi opozitën të rikthehet, ndërsa propozoi që Këshilli të dalë nga korniza e tryezave dhe të shkojë tek qytetarët. Me rastin e ndërprerjes së këtij bojkotit të shkurtër, të riktheheni plotësisht edhe në detyrat përfaqësuese në kuadër të Këshillit Kombëtar të Integrimit, duke qenë se ndryshimet në rregullore i votuam me konsensus. Mendoj sa i përket forcimit të rolit të Këshillit Kombëtar të Integrimit, mendoj që në detyrat që duhet t'i shohim me kujdes bashkë me bashkëkryetaren, ndjekja e rekomandimeve të Komisionit Evropian, forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional, rritjes së dërgjegjësimit publik për procesin e integrimit, dhe po aq i rëndësishëm është komunikimi me qytetarët. Balla konfirmoi edhe një herë objektivin kombëtar të Shqipërisë, ndërsa paralajmëroi se ka nisur përgatitja për të bërë pjesë e institucioneve të Bashkimit Evropian. Ky është pikë pari vlerësimi atyre që na monitorojnë, ose vlerësimi atyre në institucionet që ne do ta shohim Shqipërinë tani më jo për pas disa vitesh, po mund të numërojmë edhe me muaj si pjesë përbërëse. Flas tu për Parlamentin Evropian, ku bashkë me kolegët që ishin prezent në bisedat me eurodeputetët, po flisnim edhe për numrin e eurodeputetëve që Shqipëria do të ketë. Diku ke 12 ose 13 eurodeputet. Pas bojkotit disa javor, Partia Demokratike dhe Sali Berisha u kthyen kokulur në parlament nga dera e pasme, duke u kthyer shpinën atyre pak protestuesve që protestonin para derës. Për integrimin nuk foli doktori, por kompetentja e Partisë Demokratike për çështjet europiane, Jorida Tabaku, ajo tha se Shqipëria është vite larg Bashkimit Evropian, por vite larg Europës doli sërish Partia Demokratike. Pas ripërtëritjes së javës së shkuar, fytyra e Berishës mbetet e njëjtë, sot e 35 vite. Dhuna. Deputetët e time në krye Gazbardhin bllokuan për disa orë foltoren e parlamentit,
duke mos lejuar as këtëherë diskutimin për projekt rezolutat e institucioneve të pavarura, me në krye SPAK-un. Këtëherë sebepi u bë Endrit Shabani, avokati i popullit, të cilit vetë demokratët ja dhanë firmat dhe në fund ndërruan mendje. Partia Socialiste u detyrua të shtyjë votimin për raportin e integrimit dhe diskutimin për projekt rezolutën e SPAK për seancën e ardhshme, duke i dhënë dhe një shans Partisë Demokratike, sërish për hir të integrimit. Teksa premton reflektim pas më shumë se 50 ditësh protest flamingosh, Rama thotë se raporti ndërkombëtar për performancën mjedisore rendit Shqipërinë të parën me progresin më të madh në Ballkanin Perëndimor. Sipas shefit të qeverisë, protestat janë shenjë e ndërgjegjësimit qytetar, por për te debatit politik duhet të flasin faktet e vlerësimet globale. Shumë shpejt kryeministri Rama do të bëjë publike atë që ai e quan reflektim nga flamingot që dalin poshtë zyrës së tij prej më shumë se 50 ditë. Më bind se reflektimi i premtuar për atë që na vuri përpara pasqyra e bulevardit të flamingove është jo vetëm i nevojshëm, por i domosdoshëm. Dhe së shpejti do ta keni dhe ato. Dalja e qytetarëve në protestë ai e quan një arritje të madhe kur kthehet një dekadë pas. Sot jemi një vend krejt tjetër edhe në këtë aspekt. Madje kemi arritur deri aty sa të zhvillojmë protesta të mëdha për mjedisin. Dhe kjo pavarësisht çdo egzagjerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet, apo për biodiversitetin, tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar edhe shoqëria shqiptare. Ky reagim i kryeministrit erdhi së bashku me vlerësimin nga Environmental Performance Index 2026, indeksi global për performancën mjedisore që e ka rënditur Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor dhe të 46 nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit. Kush qeverisë edhe gabon, thekson kreu i qeverisë, por ai fton që të shihen faktet. Do të dëgjojmë më shumë, të korrigjojmë më shpejt, kur është e nevojshme, dhe të mbrojmë me edhe më shumë vendosmëri ekuilibrin mes zhvillimit dhe natyrës, ama duke mos i harruar kur faktet. Sepse Shqipëria Europiane nuk ndërtohet, as duke zgjedhur mes ekonomisë dhe mjedisit, dhe as duke zgjedhur mes zhurmës dhe fakteve. Ajo ndërtohet duke i bërë të ecin së bashku ekonomia, mjedisi dhe faktet. Një aksident i rënd automobilistik me pasojë fatale ka ndodhur rreth orës 5:30 në rrugën nacionale Pej Prishtinë, afërsitë Komoranit. Si pasojë e aksidentit, një person ka humbur jetën, dyshohet një vajzë 24 vjeçare, ndërsa 3 persona të tjerë kanë pësuar lëndime trupore. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i policisë Daud Hoxha. Njësitë kompetente policore në koordinim me Prokurorin e Shtetit janë duke zhvilluar hetimet për të sqaruar rrethanat e aksidentit. Policia e Kosovës ka apeluar drejtuesit e automjeteve që të respektojnë rregullat e trafikut dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë drejtimit të mjeteve. Jemi rikthyer në studio. Në këtë moment do të flasim në fakt për prodhime bujqësore në Fier, ku me sa duket ka qenë një sezon shumë i suksesshëm, duke qenë se dhe fermerët e vegjël në fakt kanë kultivuar perimet e tyre dhe i kanë shitur në treg. Kjo ka bërë që të ketë edhe një reflektim në çmimin e tregjeve të fruta perimeve në qytetin e Fierit. Megjithatë, ne do të jemi me kolegen Valbuna Davidi për të na sjellë të gjithë panoramën prej Fierit. Atëre, fermerët të vegjël, fermerët të mëdhenj, prodhime që shiten në vendin tonë, por edhe që dërgohen jashtë. Megjithatë, ka një lajm të mirë, sikundër e thash, ka një çmim të moderuar, apo jo? Nuk po flasim fare për abuzime, por po flasim për çmime që janë shumë të përballueshme, apo jo? Po, Fabiola, bëhet fjalë për një periudhë e cila tani në këtë periudhë ka nisur prej 2 javësh dhe që përfundon në fund të gushtit.
dhe që quhet në një farë mënyre periudha e bollëkut në Myzeqes, sepse ka të bëjë pikërisht me dalje në treg të prodhimeve të fushës. Kemi parasysh sipërfaqe që sipas të dhënave nga drejtoria e bujqësisë shkon në 7.000 hektarë në gjithë qarkun e Thierit, përveç 1.500 hektarëve që janë në Sera, dhe që është destinuar për të prodhuar perime, kryesisht perime përveç bostanorëve. Pra kemi të bëjmë me një sipërfaqe të konsiderueshme, e cila produkti të cilave ka dalë në treg prej 2 javësh dhe që do të vazhdojë deri në fund të kushtit, sikundër janë edhe parashikimet, edhe me mbjelljet e dyta dhe të treta, por që në këtë periudhë është veçanërisht e shumë pritur, sepse në Fier kemi parasysh përpara disa muajsh çmimi i perimeve shënoi rritje të paprecedent, duke i befasuar të gjithë, duke filluar këtu me domaten dhe me produkte të tjera të stinës, për shkak të problemeve me çmimet e naftës në bursë, por edhe për shkak të pasojave që patën fermerët në Fier, kryesisht në zonat e Prakullës, por edhe në zonën e Petovës apo Lipofshës, për shkak të përmbytjeve respektivisht nga Vjosa dhe Semani, duke bërë që çmimet të rriten në mënyrë drastike dhe duke i bërë ato të pothuajse të papërballueshme. Tashmë mund të thuhet se konsumatorët po marrin frymë lirisht. Ishte pikërisht periudha që dalin në treg produktet e fushës, perimet, kryesisht domate, tranguj, por edhe spesa dhe perimet të tjera të kësaj kategorie, të cilat janë me çmime të ulta, duhet thënë. Pra, çmime të tilla që nga njëra anë fermerët i bën që të ankohen në një farë mënyre për shkak se janë tepër të ulta krahasuar me mundin e tyre, por nga ana tjetër janë të shumëpritura nga konsumatorët. Kështu 1 kilogram domate në tregjet e Fierit sot shitet me 500 lekë të vjetra, ose 50 lekë të reja, duke bërë që konsumatorët të kenë mundësi të zgjedhin midis kategorive të ndryshme të këtij produkti, po ashtu edhe perimet e tjera bazike, të cilat nuk e kalojnë çmimin prej 700 lekësh të vjetra. Është një situatë e cila pritet të zgjasë, sikundër tham, deri në fund të kushtit, ndërkohë që vetë fermerët janë nga zona të ndryshme. Kemi parasysh se janë 2 kategori fermerësh, ata të mëdhenj, të cilët shesin, kultivojnë sipërfaqe të mëdha të konsiderueshme dhe pjesën më të madhe të produktit e çojnë për eksport, duke furnizuar me pjesën e mbetur të produktit tregjet vendrase, por ata që po mbizotërojnë tani, duket se favorizuar në fakt edhe nga sezoni i mbar, ku nuk ka patur sëmundje apo problematika të tjera me bimët e mbjella në kopshtet e tyre, kanë pasur prodhim të mbar, kanë pasur bollëk dhe janë duke i tregtuar, pra fermerët e vegjël duke i tregtuar në tregjet me pakicë produktet e tyre. Mund të ndjekim intervistat e fermerëve, në fakt, Valbona Ndjes, më duhet të të ndërpres, do të ndjekim në një moment të dytë, unë falenderoj për raportimin, pasi në këtë moment do ndjekim drejt për drejt drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita, i cili është në aeroportin e Rinasit për të inspektuar masat që janë marrë aty për përballimin e flukseve. Kontrolli jonë këtu bëhet me velësi fillim ne shohim si do gamë skanimin e tyre. Pastaj vjen dhe një nga oficerët, nga agentët e policisë, që zakonisht vjen merr pjesë aty te kontrolli bashkë me ne. Dhe bën intervistimin e personave. I marrin pasaportën e pyesin se nga vini, arsyeja e ardhjes, për deklarimin e keshit, sa kesh kanë me vete. Bashkëpunime doganën kemi pas goxha raste edhe të mosdeklarimit të vlerave monetare në kufi, ku realisht goditen shumë raste të tilla dhe pastaj më tej materialet për cilën provori. Vërtet është një punë domethënëse që bëhet nga strukturat tona në këtë drejtim. Edhe për këtë u falenderoj dhe u përgëzoj edhe ju. Mirë, vijoj me të tjera zhvillime, rritja e standardeve dhe përmirësimi i shërbimit mbeten sfida kryesore për turizmin në Gjirokastër. Elidon Berberi do të jetë në këtë moment në raportim. Atëre, themi Gjirokastra pozicionon si kundër dhe shtrisha një turizëm më elitar, më cilësor, ndërkohë që mbetet sfidë kryesore rritja e standardeve dhe përmirësimi i shërbimeve. Përse?
Përshëndetje Fabiola, dhe absolutisht që po, se në qoftë se duhet të kemi një vazhdimësi të statistikave që po regjistron qyteti i Gurt deri në këto momente sa i takon vizitueshmërisë shërbimi ngelet një nga faktorët kryesor që e bën një turist të qëndrojë në Gjirokastër, apo pse jo edhe të rikthehet së bashku me mijë apo ta përcjell atë çfarë ai shikon tek vendet nga të cilët këta vinë. Kemi turistë nga të gjithë vendet e botës, të cilët sipas edhe kryetarit të shoqatës së hotelerisë në Gjirokastër duhet të gjenë një shërbim sa më cilësor, që ajo nis që nga mbërritja e turistëve në qytetin e Gurt, komunikimi që duhet të kenë të gjitha subjekte tregtare me këta turistë dhe deri tek pjesa e akomodimit, e cila ngelet edhe sfida kryesore sa i takon shërbimeve në qytetin e Gurt, por jo vetëm sa i takon ambienteve akomoduese, por të gjitha njësitë tregtare, të gjitha subjekte duhet të rrisin cilësinë e shërbimit, duke patur parasysh faktin Fabiola që në Gjirokastër kemi me dhjetra guest house të hapura në të gjithë qytetin e Gjirokastër, pos hotelet e mërfillta, por një herazi edhe bujtinat e shumta në zonat rurale që gjatë kohëve të fundit janë mjaft frekuentuara, sidomos nga turistët e huaj, të cilët i preferojnë këto zona për ajrin e pastër, qetësinë apo kulinarinë e zonave të ndryshme që ato ofrojnë. Faktikisht, gjatë këtyre ditëve në Gjirokastër, temperaturat janë mjaft të larta, 39 deri në 40 gradë, dhe jemi pikërisht në periudhën që ka një ulje të lehtë të numrit të turistëve që vinë në Gjirokastër, por jo anullime të prenontimeve të tyre. Rezervimet vijojnë pranë çdo ambienti akomodues. Dhe kjo lidhet me faktin që pikërisht në muajin korrik edhe gusht, shumica e qytetarëve apo dhe shtetasve të huaj drejtojnë drejt qyteteve bregdetare, kjo për shkak të temperaturave, dhe Gjirokastra shënon pikun apo kulmin e saj pasaj turistik nga muaji shtator deri në fund të muajit nëntor, ndërkohë që statistikat janë mjaft premtuese, të cilat lidhen më së shumti nga muaji mars deri në fund të muajit qershor, dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar kemi një rritje gati 20-25% më të lartë, dhe normalisht kjo vihet re edhe në statistikat e marra pranë monumentin më të madh historiko-kulturor të Gjirokastrit, që është Kështjella Argjirove, e cila ka patur mbi 120.000 vizitor nga të gjitha shtetet e botës, një shifër kjo shumë herë më e lartë krahasuar me 6 mujorin e parë të vitit të kaluar, po se që thash fluksi po trendi pritet që të rikthehet të rrisht në Gjirokastër gjatë. E kuptoj, ndërkohë Elidon, ti ke marrë dhe një intervista pikërisht për këtë temë dhe këtë situatë krijuar në Gjirokastër për shkak të fluksit të turistëve, mendoj ta ndjekim në këto momente. E dukshme është një rënje. Kur themi kemi një rënje, do thotë që kemi pas një situatë shumë të mirë përpara. Korriku nuk ka qenë asnjëherë piku. Piku ka qenë, themi, gushti për individët, dhe në kohë, në vitet e fundit, shohim një trend të ndryshimit të rezervimeve, pasi ne kemi 3 kategori turistësh që vizitojnë qytetin tonë. Janë agjensit, që bien grupet, janë rezervimet individuale, janë dhe turistët shqiptar, të cilët vizitojnë qytetin tonë, duke kaluar edhe në Breg, apo duke kaluar edhe në Greqi. Shumë ne kemi qenë shumë mirë në prill, maj, qershor me grupet që vinë nëpërmjet agjensive, dhe jemi mirë me rezervimet në shtator në tetor. Çfarë ndodh? Janë spostuar duke eliminuar pikun si për faktor të temperaturës, por dhe të çmimeve, jo se ndryshojnë çmimet në Gjirokastër, por ata vinë në Gjirokastër, vënë në Ksamil, vënë në Saran, në gjithë Bregun, dhe e shohin si paket çmimin. Kështu që mendoj që atyre ju bëhet më mirë të spostohen në periudhën para dhe mbrapa pikut dhe janë më komod. Mirë, ishim në këtë raportime edhe me kolegun Elidon Berberi, i cili në fakt foli për sfidat që ka në fakt Gjirokastra në sektorin e turizmit. Megjithatë në këto momente do të shohim në fakt tendencën që kanë turistët për qytetin bregdetar të Vlorës, cilat janë dhe pikat që ata vizitojnë më tepër në këtë qytet. Raportohet të paktën që për 2026 zgjedhin gjithnjë e më shumë që veç Bregdeti të bukur që ofron Jugu dhe Vlora konkretisht, të zgjedhin të njihen edhe me historinë
Shqipërinë, duke sjellë që Muzeu Kombëtar i Pavarësisë të ketë një rritje të vizitorëve këtë sezon, duke u kthyer një nga ndalesat më të frekuentuara, jo vetëm nga vendasit, por në fakt edhe nga diaspora dhe turistët e huaj, të cilët e kanë pjesë të guidës së tyre kur vinë në Shqipëri. Ne do të jemi me kolegun Elton Nika në një raportim të drejt për të na sjellë në fakt edhe numrin e vizitorëve që mund të jetë vlerësuar deri në këto momente. Elton. Jo vetëm Bregdet, por edhe histori në qytetin e Vlorës. Muzeu i Pavarësisë është pika kryesore, le të themi, e turistëve, apo jo? Kjo është e vërtet, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë, kryesisht gjatë sezonit turistik, është një nga atraksionet më shumë të kërkuara dhe vizituara nga turistët huaj, por edhe ata vendas. Duhet të thënë që ka dy periudha të veçanta për Muzeun Kombëtar të Pavarësisë, në festat e nëntorit dhe gjatë sezonit turistik. Referuar pikërisht sezonit turistik, mund të themi që muaji qershor ka qenë i mbar për këtë muze. Regjistrohen rreth 1000 turistë të cilët kanë qenë vizitor të huaj apo edhe vendas. Megjithatë, ashtu siç konfirmon edhe drejtoresha e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, duket se muajt korrik dhe gusht shtojnë numrin e turistëve të cilët vizitojnë pikërisht Muzeun Kombëtar të Pavarësisë në qytetin e Vlorës. Natyrisht janë turistë të cilët zgjedhin Vlorën për të kaluar pushimet e tyre verore, por gjatë asaj që kanë në agjendën e tyre gjatë qëndrimit në qytetin kombëtar, kanë padyshim edhe një vizitë në Muzeun e Pavarësisë. Duket se vendin kryesor e zën kryesisht ata shtetat shqiptarë të cilët jetojnë kryesisht në diasporë, pra pjesë më të madhe bëjnë pikërisht këta turistë, apo edhe shtetat kosovar, apo dhe nga Maqedonia e Veriut, të cilët zënë edhe pjesë më të madhe të numrit të turistëve në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë. Por pavarësisht tyre nuk mungojnë edhe turistët e huaj, të cilët gjatë sezonit veror janë pikërisht në qytetin e Vlorës. Ne mund ndjekim tashmë edhe një pjesë të intervistës së drejtoreshës së Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, zonjës Kozeta Alili, referuar pikërisht numrit të vizitorëve që kanë qenë gjatë muajit qershor, por edhe shtimit të numrit të turistëve gjatë sezonit turistik. Muzeu Kombëtar Pavarësia Vlorë, si një nga epiqendrat më kryesore për vizitimin e të gjithë vizitorëve, turistëve që vinë këtu, është pikë kyçe. Kemi pasur numri turistëve ka qenë në rritje, duke krahasuar me tremujorin e parë dhe në vazhdimsi, pra të vitit të kaluar, të vitit 2025, por tani presim një fluks akoma më të madh pjesën për muajin korrik. Muaji qershor, të themi, është mbyllur me një numër për afërsisht tek 1000 vizitor, dhe nga këta gati 70% kanë qenë vendas dhe 30% kanë qenë të huaj. Janë shqiptar vendas nga qytete të ndryshme, por nuk duhet të anashkalojmë edhe ata që vinë nga diaspora. Mirë, Elton, të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt. Faleminderit ju. Ne kemi ardhur në fund të Shqipëria sot, ju mund të klikoni në webin tonë ABC News Pikal për të tjera zhvillime, na ndiqni edhe në radio në frekuencat 105 FM. Në vim do të jeni me kolegen Erneta Shevroja. Faleminderit që na ndiqni.